Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një vajzë 25 vjeçe. E bashkë me nënën time kishim bërë plan që këtë vit, për të fituar disa të ardhura shtesë gjatë sezonit, ne morëm me qira një hapësirë të vogël mu në hyrje të plazhit. E ngritëm një tezgë prej derase të mbuluar dhe plani ishte që të shisnim gjëra plazhi, nga ato gjërat që u duhen pushuesve në momentin e fundit. Kishim bler mall të ndryshëm, rroba banje për gra dhe burra, peshqira e topa volejbolli e komardare të mallësive të ndryshme. Në fillim të sezonit turistik, ne e kishim kompletuar gjithçka. Çdo mëngjes zgjoheshim herët, shkonim tek tezga, rregullonim mallin që të dukej bukur, thrynim ato komardaret me një pomë dore e i varnim lart në tel, që t'i shihnin njerëzit nga larg. Puna este mirë. Pushuesit kalonin gjithmonë para nesh, para se të zbrisnin në rërë, dhe blinin çfarë u mungonte. Kjo gjë vazhdoi e qetë për rreth 10 ditë. Pastaj, pas 10 ditësh, ndodhi diçka e re. Një mëngjes, një furgon i vjetër erdhi ngadalë, kaloi rrugën dhe u parkua në hapësirën e lirë përballë tezgës sonë. Nga furgoni doli një burr. Ai dukej rreth 47 apo 48 vjeç, e i veshur me rroba të thjeshta verore. Sa po e pa atë njeri, nëna ime e la një top që po mbante në dorë, doli shpejt nga tezga dhe shkoi drejt tij. Ata u përqafuan dhe u gëzuan shumë që pa njëri tjetrin. Flisnin me zë të lartë nga gëzimi që po shihnin njëri tjetrin pas shumë kohësh, e unë po i shikoja nga larg dhe nuk kuptoja se kush ishte ai person. Pasi folën për disa sekonda, nëna ma bëri me dorë që të ofrohesha, e unë dola nga tezga dhe shkova pranë tyre. Ky është Agimi, më tha nëna. Është nga fshati im i lindjes. E ke si dajo. E unë u ofrova e i dhash dorën. Por fjalët e nënës më bën pak lemsh. Ktheva kokën nga ajo dhe e pyeta. A ke djalë xhaxhaj, sepse nuk e kam dëgjuar emrin e tij më parë, sepse dija që nëna nuk ishte vëlla, e mendoja mos kishte ndonjë djalë xhaxhaj që nuk e dija. Jo, tha nëna, nuk e kemi të afërm, nuk e kemi asgjë, por kur ishim më të vegjël, kemi pasur shtëpit pranë njëra tjetrës në fshat dhe jemi rritur bashk në të njëjtin lagje. Që nga ajo ditë, nga respekti për atë që tha nëna, unë fillova të thërrisja atë burrin ndaj, sa herë që i drejtohesha për ndonjë gjë. Agimi e kishte sjell atë furgon aty për të punuar gjatë sezonit. Ai hapi dyert e pasme dhe ato anësore, e filloi të sistemonte arka të mëdha me fruta dhe perime, e vendosi në anën tjetër të rrugës së ngushtë mu përballë nesh. Kishte sjell gjithçka, vendosi shalqinj, pjeshk të mëdha, rrush dhe feq, e tani ishte e qartë që të gjithë verën do ta kalonim aty bashk, duke punuar në anët e kundërta të rrugës dhe duke biseduar her pas here të tre bashk për të shtyrë kohën. Gjatë ditëve të para, të gjithë mendonim se si të mblidhnim ndonjë lek. Ne shisnim rrobat e plazhit, ndërsa njerëzit blinin fruta tek furgoni i tij kur ktheheshin për në shtëpi. E pas rreth një jave, unë vura re ndryshimin e Agimit. Agimi filloi të më ngacmonte pak me fjalë gjatë ditës.
A i gjente momentet kur nëna ime merrej me ndonjë klient që po provonte për shembull syze apo kapele dhe me fliste mua, duke bërë shaka për punën time apo për lodhjen që kishim aty. Në mesditë, dielli bëhej shumë përvelues. Plazhi fillonte që të gumëzhonte, ndërsa rruga aty tek ne boshatisej, sepse shumica e pushuesve ishin në ujë në ato momente. Zhurma e njerëzve binte dhe rruga jon bëhej shumë e qetë, e nuk kishte asnjë klient për asnjërin nga ne. E në ato orë, Agimi më thëriste nga ana tjetër e më thoshte: "Eja shkojmë lahemi në det. Rrim pak në ujë të freskohemi, sepse u poqem këtu." Nëna ime, duke e ditur që s'kishte punë në atë orë, e mbështeste idenë e tij. Me thoshte të shkoja sepse ajo e ruante vetë tezgën. Unë dhe Agimi zbrisnim poshtë në rër, e shkonim në ujë. Laheshim pak më larg bregut për të pasur qetësi nga ata njerëz që kishin mbetur aty në breg. E kjo gjë u kthye në një përditshmëri për disa ditë rresht. Ndërsa ishim në ujë, unë fillova të vereja se si sillej ai. Agimi nuk ishte shumë i dhënë pas notit. Ai thjesht qëndronte në ujë e më vështronte mua teksa unë lahesha. Nuk i hiqte syt nga unë. Më shikonte gjatë gjithë kohës që qëndronim në ujë. E unë e vereja që ai më shikonte, por nuk i thoja asgjë për këtë punë. Këtu me duhet të tregoj një detaj për veten time që shpjegon shumë gjëra. Unë kisha mbushur 25 vjeçe, por jeta ime kishte qenë plotësisht e fokusuar tek hallet e familjes dhe tek puna me nënën, e nuk kisha pasur kurrë një të dashur në jetën time. Dhe vërteta është se unë nuk kisha puthur kur asnjë njeri, sepse kisha arritur në këtë moshë pa e provuar atë ndjenjë dhe asje kisha vrarë mendjen për atë punë. Prandaj, i gjithë ky interes që Agimi po tregonte ndaj meje, po me dukej diçka e re. Edhe pse ai ishte shumë i madh në moshë, prania e tij çdo ditë aty e bënte gjithçka të dukej e thjeshtë. Një ditë, nëna ime më la vetëm tek tezga. Ajo duhet të shkonte në shtëpi për të marrë diçka e për të kryer një punë tjetër, e më tha se do të kthehej pas 1-2 orësh. "Rri këtu," më tha, "këtu ke Agimi, nuk je vetëm. Unë do të vi tamam pas 2 orësh, kur të fillojnë edhe njerëzit të dalin." Ora ishte rreth 2 e drekës. Vapa ishte shumë e fortë, unë isha ulur në këtë karrigen plastike që kishim këtu, e fshehur poshtë çadrës së tezgës për të mbrojtur nga dielli. Kur Agimi e pa që nëna ime ishte larguar, ai doli nga furgoni i tij dhe erdhi tek tezga ime. "Pas ke mbetur vetëm," më tha ai. "Pse rri këtu? Po piqesh në këtë vap." "Qa të bëj," thash, "ku të shkoj, s'kam zgjidhje tjetër. Duhet të rri këtu e të ruaj gjërat e plazhit." "Po eja mo," i tha, "eja këtu. Eja futemi brenda në furgon," më tha ai. "Eja rrim atje se është shumë herë më fresk." E unë ktheva kokën nga furgoni e pastaj edhe nga tezga ime. "Po këtë," i thash, "kush do e ruaj? Nuk e lë dot vetëm." "Ha," tha ai, "nuk ka njeri në rrugë tani. Kuj do t'ja ruash këto gjëra, kur askush s'kalon këtu? Sidoqoftë, nga furgoni apo nga pasqyra mund të shohësh edhe tezgën tënde. Flije mendjen," tha ai, "sepse nuk të prek kush njeri. Edhe derën e furgonit do ta lëm të hapur, kështu që mund të shohësh tezgën tënde vetëm eja një herë." Këmkull të Agimi që unë të shkoja me patjetër tek furgoni i tij. Fjalët e tij kishin kuptim dhe vapa aty jashtë ishte shumë e rëndë. Unë pranova që të shkoja, e unë ngrita nga karrigja, e eca drejt furgonit e tij, e hym në pjesën e pasme. Brenda furgonit me të vërtet që ishte fresk.
Aty, ai kishte vendosur edhe 2 karrige të vogla kampingu dhe sipër tyre ishte edhe një ventilator. U gëzova kur e pash atë ventilator, sepse po me freskonte. Kur hym të dy brenda, e Agimi ishte pas mejet, Agimi e mbylli derën e furgonit. E unë e pyeta, pse e mbyllë, i thash. Po si tha, e mbylla që mos na hy vapa, për çfarë tjetër? Edhe unë u qetësova, por Agimi erdhi pranë meje. E unë isha ulur në karrige, e ai në këmbë, e pastaj u përkul pak drejt meje, e pash që biseda më nuk kishte lidhje as me tezgën time e as me tezgën e atij. Çfarë të mendoja tjetër kur fytyra e atij erdhi fiks përballë meje. Ai vetëm lëvizi pak, e erdhi përpara e me puthin e buzë. E unë në atë moment nuk e lëviza buzët fare. Ai po me puthte, ndërsa unë po mendoja për atë që po ndodhte. Kjo ishte puthja ime e parë në jetë. Më duk një ndjesi interesante, diçka plotësisht e re, që thjesht desha ta provoja si ishte. Prandaj dhe nuk u tërhoqa as pak. Unë ngrita nga karrigja, e qëndrova në këmbë përballë tij dhe një perde e furgonit që ishte pak e zbuluar e mbylla edhe atë perde që mos na shihte kush. E fillova ta puthja dhe unë Agimin. Të dy vazhduam të putheshim, aty të mbyllur brenda atij furgonit mes arka frutash. E puthja unë, e me puthte ai. E ai mi vendosi duart në bel. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.